Për 30 ditë shqiptarët dëgjuan, vlerësuan, gjykuan dhe në 11 maj ata vendosën të na e besojnë ne, Partisë Socialiste, mandatin e 4. Dhe na besuan më shumë se asnjëherë më parë për një sfidë më të madhe se asnjëherë më parë. Sepse në 4 vjet ne mbollëm ende më shumë besim tek Shqipëria, prandaj mblodhëm ende më shumë besim nga shqiptarët. Ne mbollëm ende më shumë shpresë për Shqipërinë, prandaj mblodhëm ende më shumë shpresë nga shqiptarët. Ne mbollëm krenari ende më të madhe për Shqipërinë europiane, që po ndërtojmë gur pas guri. Prandaj mblodhëm votjat e një mbështetje referendare për Shqipërinë që do të arsojnë Bashkimin Evropian vit pas viti. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart, me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe zi çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim, duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen mes një Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton evropian, dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvar nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së yjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në umner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit ton për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit Shqipëri. Në kujtesën time, kjo fjalë fitoreje ka qenë më e vështira gjë sot për të bërë një fjalë që arrin ta thotë atë çka për mua është kjo fitore. Dhe ndjes sepse realisht më është e pamundur të arrij ta them me gojë gjithçka që ndjej dhe mendoj prej orësh të gjata, ditësh dhe netësh pa gjumë, përballë një arritje të tillë, e cila është historike, jo thjesht për përmasën e fitores Partisë Socialiste, po mbi të gjitha për momentin historik kur kjo fitore mori jetë për Shqipërinë. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për t'i falendëruar dhjetra mira, gratë e burrat, vajzat e djemt, e familjes sonë të madhe politike, që 4 vjet me radhë e shtruan me përpjekje, durim dhe disiplinë në çdo territor të Shqipërisë dhe së fundmi për 9 muaj, pa pushim, edhe në çdo drejtim jashtë kufive ku jetojnë shqiptarët, rrugën e kësaj fitoreje të paharrueshme. Faleminderit. Herë faleminderit sa që janë antar dhe antare të familjes sonë politike që e bën si duhet pjesën e tyre për këtë fitore. Herë faleminderit sa çdo mbështetës i Partisë sonë Socialiste që dha votën e vet për këtë fitore dhe sa çdo zgjedhës që këtë herë erdhi me votën e tij drejt nesh, edhe pse mund mos jetë tradicionalisht me ne. Një falënderim krejt veçantë duhet ta bëj për shqiptarët e Greqisë, Italisë,
Europës, Amerikës dhe kudo tjetër, ku qoftë edhe një shqiptar i vetëm, u regjistrua si zgjedhës. Ka qenë një ushtrim i parë historik për nga fakti i herës parë dhe fantastik për nga numri pjesëmarrësve në raport me atë të regjistruarve, një ndër më të lartët në votimet e diasporës që kemi parë në Europë. Shumë faleminderit nga zemra, një përqafim të gjithëve nga sheshi i Gjergj Kastriotit. Edhe pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Për Shqipërinë që ecën në drejtimin e dur dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian me ne të gjithë bashku, me mua dhe me Partinë Socialiste. Kjo do të thotë shumë për mua, kjo do të thotë shumë për ne të gjithë. Dhe nuk di se si mund ta them akoma që vërtet s'di se si t'i falenderoj të gjithë sa dhe si duhet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Aq herë faleminderit të gjithëve sa çka shqiptare në këtë qell. Nga ata që ngrihen të fare, pa u gdhir për të punuar tokën, dhe deri tek ata që nuk vën gjumë në sy derisa gdhihet për ta mbrojtur këtë tokë. Sepse në radhë parë fal tyre, shumica dormuese e shqiptarëve dhe shqiptarëve votoi për një Shqipëri që ata e dinë më mirë se kushdo, bëhet gjithnjë e më e mirë. Edhe këtë herë, njësoj si herë në shkuar, ime më, Aneta nuk më ndoqi si hije dashurie pa kushte, në atë pozicionin e saj legjendar para televizorit si në një llogore lufte, deri ditën që iku të ribashkohet me Timap. Por duke qenë se dhe këtë herë që të dy u tërhoqën jashtë nga varri në fushatën e mosozotshme të mosozotshmëve, dua t'u them të ma bëjnë halal dhe besoj se po na shohin nga lart së bashku dhe janë krenar për mua dhe janë krenar për Shqipërinë që ne të gjithë bashkë po ndërtojmë.